Në fillim të emision ne e thamë miqdashur që do të kemi një gazetare nga desku i gazetarëve, ata të cilët gjatë gjithë kohës po munduan që t'u sjellnin gjitha lajmet nga terreni enkas për hyrjen në shtëpi për të ditur se çfarë ndodhet konkretisht. Dhe kryen punën e saj në mënyrë të jashtëzakonshme duhet potencuar sepse shumë e lodhshme. Shumë vite radhazi është në para ekranave duke sjell, siç themi ne ato informacionet e sakta nga fura, mirë po nga terreni në këtë rast i kemi lajmet e shumta të cilat me të vërtetë në çdo event, në çdo të themi kështu ndodhi historike, gjithmonë është aty për të na sjellur edhe atmosferën, emocione. Jo vetëm për këta, por edhe për shumë temat që i ka bërë dikur, të cilat do t'i flasim pas pak. Dhe i themi në mëngjes, mirë mëngjesit me Melat. Melat, a është mëngjes për ti 10:40 për shembull? Jo. Sigurisht që jo. Ata që janë prindër, domethënë që kanë fëmijë, e fillojnë ditën që në ora 6 ose 6:30, kështu që jo, nuk është. Si janë zgjimet për ti? E ke problematike kështu apo? Jo. Është bërë rutinë e Ajo vetëm është kriju, domethënë ajo rutina normal. Kur je lodhshme, ndoshta e ke pak më vështirë, mirë po te i kalon. Kur e di që bëhet fjalë për fëmijë, domethënë për ti përgatitur ose për t'ju ndihmuar. Entuziazëm me një gëzim shumë i madh. Gjithçka domethënë kalon dhe gjithçka harron. Kudo që të jemi, fuqia gjindet. Melat, si zgjohesh me kafe apo me çaj? Me çaj. Me çaj, Me çaj. Kemi në fakt edhe çaj ndoshta nuk e pi shpe, po jemi këtu me kolektivin që bëhemi bashkë dhe vazhdojmë me çaj. Unë për ndryshe kafen shumë rrallë. Shijon shumë mirë me kolegët. Ne kemi kafen, unë kam kafen e din gjithë, domethënë një për një rysy, një për tjetër, edhe fillon dita dhe goja. Unë nuk e pi kafen, ama nuk e kam problem zgjohe. Melat, të flasim pak, ne ditën e sotme kemi shpallur një temë, sepse në manastir përpara 117 viteve u unifikua abetarja e parë, dolën, u dhanë, fliuan çdo gjë ata njerëz të dikurshëm, edhe unifikuan një abetar. A duhet kemi të paktën ne tashi, politika jonë të paktën, ose kërkesa e qytetarëve tonë, që të kemi një libra të kemi të unifikuara. Ne kemi kërkuar këta, e kemi përmendur disa. Ne kemi përmendur, domethënë është promovu disa herë, thuajse nga çdo parti politike që ka ardhur domethënë në pushtet është promovu. Po, e mbajnë domethënë atë librin se kjo do të jetë abetarja unifikuar që do ta përdorin gjithë nxënësit, mirë po asnjëherë nuk ka hyrë në përdorim. Ajo mund të ketë qenë domethënë vetëm si një libër shtesë, mirë po jo abetarja nga e cila domethënë do të mësojnë nxënësit e klasës së parë, pasi që tani më nuk ekziston abetarja, domethënë ekziston libri gjuha shqipe për klasën e parë, pastaj vijon gjuha shqipe për klasën e dytë deri në klasën e Kështu që nga gjitha ato kontakte që kam pas, domethënë me punonjësit e arsimit, ata thonë se e kemi shfletuar, mirë po jo se nxënësit kanë mësuar domethënë prej asaj. S'ka qenë pjesë e plan programit. Nuk ka qenë. Jo, edhe vazhdon domethënë të mos jetë pjesë e plan programit. Mirë po do të kishte qenë mirë sikur të ishte unifikuar, mirë po edhe sikur brenda asaj abetare të ketë edhe sa më shumë, domethënë njësi mësimore ose tekste që kanë të bëjnë për shembull me shqiptarët që janë në Maqedoninë e Veriut. Se për shembull nëse fëmijët tanë do të mësojnë vetëm për çështje domethënë që kanë të bëjnë ose vetëm me tekstet që janë të krijuara nga autorë të cilët vijnë vetëm nga Shqipëria, atëherë ndoshta do të jetë pak po. Por nëse mblidheshim të gjitha trevave shqipfolse dhe tregonin për njerëz që kanë dhënë kontribute në histori ose në... Sigurisht, ajo do të kishte qenë domethënë shumë e mirëseardhur edhe shumë e mirë. Mirë po te ne jo, për fat keq domethënë jo. Unë kam pa domethënë si abetare, mirë po jo se ka hyrë në përdorim, edhe këtë e kanë thënë edhe vet mësimdhënësit të cilët janë domethënë. Ne pak a shumë e kemi biseduar edhe në fillim të emisionit poshtë edhe me Sarandën, diskriminimin që ndodhen në tekstet e shumta. Ta pyesja si prind. A ke hasur shumë krahasime të çuditshme në libra shkollor që i kemi. Po, krahasime, gabime të shumta. Tashti diskriminime, për shembull në shumtën e teksteve janë të rralla ku përdoren emrat, domethënë emra shqiptar të personazheve domethënë që janë aty. Ka shtrembërim të historisë, ka shtrembërim po si jo, domethënë ato ka pas domethënë njësi mësimore të cilët janë tërhequr, po ka pas edhe libra domethënë të cilët kanë pas përmbajtje domethënë edhe me gabime edhe me
histori të shtrembruara, mirë po për fat mirë, mos i më thonë se tanat të cilët vërtet e duan punën dhe e kryen, do më thonë me profesionalizëm, i kanë anashkalu dhe janë mundu që nxënësve do më thonë të sjellin ose t'ju japin shënime për atë histori e cila është e vërtetë dhe të cilën nxënësit ta duhet ta mësojnë. Meladine, unë po ashtu potencova disa nga pengesat që ndodhin, që kanë ndodhur në fakt gjatë gjithë viteve, të cilat e pengojnë, do më thënë, zakonisht unifikimin e librave shkollor. Është sistemi arsimor, është po ashtu edhe ndikimi politik. Sipas teje, çfarë mendon, si mundet njëherë përgjithmonë të marrim disa hapa si prindër, si kolegë, si popull, si qytetar, çfarë duhet të marrim masa adekuate për të ndryshuar njëherë përgjithmonë? Si mendon të ndikimin ajo ndoshta do të jetë pak e vështirë të zbatohet. Do të thonë ato duhet të cilët premtojnë dhe nuk e realizojnë. Sigurisht. Ne nuk kemi arrit ta përdorim një abetare, do të thonë, ne mos të flasim tash edhe për unifikimin e librave. Të cilat janë të saktuara, për shembull historia, gjeografia dhe shumë të tjera. Po që ka shtrembërime të shumta. Unë uroj dhe shpresoj që një herë përpara të realizohet edhe kjo nuk duhet të jetë ëndër, po duhet të jetë realitet që duhet ta kemi të gjithë nëpër shtëpitë tona dhe fëmijët të mësojnë një herë përgjithmonë për pa shtrembëruar edhe historinë, edhe gjeografinë, edhe shumë lëndë të tjera. Tani të kalojmë tek ajo pjesa e manastirit, pra ku tem paksa të nxehtë e kemi këtë 22 nëntori, akoma e freskët, domethënë. Po, është pak më e freskët, Melati jemi në manastir ditën e alfabetit. Çfarë pam ne këtë vit që nuk e shohim shpesh në ekran? Zakonisht në ekran del ajo që është në mënyrë protokollare për të dalë. Shtëpia e alfabetit, flamuri domethënë aty. Ka patur ndonjë emocion paksa më të heshtur sepse atje zakonisht në disa kronika në televizionin Alsa që e kemi patur, ka patur 177 më duket gardianët të cilët akoma mundohen që ta ruajnë gjuhën shqipe. Dhe fatkeqësisht ai ndjesia, emocioni që ishte atje pas kamerave. Ndryshe është, do me thonë, nga ajo që e shojmë në për fotografit, posaçërisht ndoshta të figurave politike të cilët në një farë mënyrë, do me thonë, lëvdohen me ata se ja se çfarë bën në manastir. Do me thonë, shkosh atje ditën e alfabetit, pra me rastin e kësaj feste, ishte një atmosferë shumë e ftohtë. Unë kështu e përjetova të pakten. Flasim si me la. Unë kështu e përjetova. Do me thënë manastiri, ndoshta edhe nga ajo mungesa e njerëzve, do me thënë që janë aty, pasi që tash vërtet janë në numër shumë të ullët, krahasuar, do me thënë kundrejt popullatës që ka qenë në vite më parë. Unë nuk pash, do me thënë, asnjë shenjë që simbolizonte se është dita e alfabetit. Do me thënë në qytet nuk ishte. Do me thënë nuk pash asnjë flamur të vendosur, do me thënë, askund, asnjë mbishkrim që mund të jetë, do me thënë, në gjuhën shqipe dhe ndoshta të paktën për atë ditë të ishte vendosur diku në shenjë, do me thënë, të kësaj dite. Ajo që pam, do me thënë, ishte vetëm flamuri kombëtar, edhe atë i vendosur, do me thënë, në balkonin e muzeut të alfabetit, dera, do me thënë, hapur, njerëz që shkonin, vizitonin, ktheheshin, pastaj vizitonin edhe bibliotekën që funksionon tash atje. Mirë po, diçka tjetër që ndoshta do t'jep një atmosferë tjetër, një atmosferë festive, unë nuk e vërejta. Nuk unë dje, do më thënë ishte... Unë të thamë të drejten, në momentin do më thënë që arritëm aty, edhe duke bisedu me kameramanin që ishte, do më thënë bashkë me mu dhe i thomë që nuk po shoh, do të thënë, diçka të veçantë, pavarësisht që ishte ditë e shtunë, ndoshta njerëzit janë për shtëpitë e tyre, do të thënë të pushojnë nga aktivitetet e punës, nuk pash diçka të veçantë. Nuk pash diçka të veçantë përveç muzeu, do të thënë, edhe derisa isha aty brenda, ndjehej ajo atmosfera festive nga njerëzit që vinin, do të thënë nga nxënës të shumë të shkollave fillore të mesme, student, po ashtu edhe qytetarë, do të thënë, të shumë të cilët vinin thuajse nga të gjitha trevat të shqiptare. Aty disha të ndalem, kishte nga Kosova, nga Shqipëria. Kishte nga Kosova, kishte nga Shqipëria, kishte njerëz, do të thonë, që jetonin në shtetet e huaja, mirë po që fatmirësisht këtë ditë kishin qelluar qoftë në Kosovë ose në Shqipëri dhe kishin marrë, do të thonë, familjet e tyre dhe vinin për ta vizituar Muzeun e Alfabetit. E mira ishte se secila familje, do të thonë, që ishte aty për vizitë, ishin, do të thonë, thuajse të gjitha anëtarët e familjes duke
nisë nga fëmia më i vogël, që ishte akoma pa i mbush, domethënë 1 vjet, deri te të tjerat. Edhe ishte interesante ajo, domethënë fëmijëve për t'ju treguar. Po, për patur kujtime. Edhe e bukur ishte ajo se shumë prind, domethënë pavarësisht që jetonin në shtetet perëndimore, me shumë domethënë krenari ju shpjegonin fëmijëve të tyre se të gjitha ato personalitete, domethënë shumë të rëndësishme që ishin të ekspozuara, domethënë në muzeun e me dyll, janë. Po, edhe të tjera ishin domethënë fotografi, të gjitha shpjegonin me shumë dashuri se çfarë ata kanë bërë, domethënë për të themeluar alfabetin e gjuhës shqipe që ne sot po e përdorim. Kur jemi tek qytetarët dhe të gjithë ata që kanë vizituar shtëpinë e alfabetit në manastir ditën e shenjtë 22 nëntorit, unë dua pak të ndalim edhe tek personazhet zyrtar, të cilët, siç e tha dhe drejtori, kanë një farë lloj plan programi të protokoll shpejt e shpejt. Protokoll të vizitohet, të bëhet foto. Do shkojmë atje shpejt e shpejt. Të kryet puna. Më duket që u vënuan paksa, se pati disa diskutime, protokolli u vënua paksa më shumë. Ishte e paralajmëruar në ora 18:30, domethënë. Edhe pas në orën 19:00. Po, unë isha në transmetim të drejtë për drejtë, domethënë edicionin e lajmeve të orës 19:00. Sepse i prisje sapo erdhi edhe kryeministri. Edhe në atë moment derisa domethënë unë po prezantoja gjithë atë që e kishim xhiru gjatë ditës, po e vëreja, domethënë po e dëgjoja se veç nisi të mbushet domethënë hapësira, edhe pse hapësira ishte vërtet shumë e vogël. Edhe po qëllimi ishte që ne të jemi aty brenda, edhe nëse nuk arrim domethënë të marrim ndonjë deklaratë të paktën përmes atij transmetimi të drejtë për drejtë, domethënë të shihen mysafirët apo figurat politike. Po gjithmonë janë të vonuar për shkaqe të çuditshme, nuk e dim sepse. Të them të drejtën, unë personalisht u habita shumë pse e kishin lënë domethënë aq vonë të vinë. Ndoshta ajo pse koncerti ishte i paralajmëruar në orën 19:00, edhe ata domethënë erdhën, vizituan, qëndruan. Shpejt, çdo gjë. Gjithçka ndodhi vetëm për 10 minuta. Domethënë, pikërisht kjo është ajo shqetësuese, sepse edhe manastiri si qytet, të gjithë shqiptarët mundohemi që ta anashkalojmë, siç po ndodhi edhe me politikën, siç e kaluan për 10 minuta të gjithë këtë ngjarje madhështore. Fatkeqësisht unë jam shumë i shqetësuar për këtë që ndodhi. Kaloi domethënë për 10 minuta, një eufori. Pastaj u zbraz, askush domethënë vetëm ato punonjëse që gjatë tërë ditës domethënë kanë qëndruar shumë besnik ndaj gjithë vizitorëve, duke i ofruar domethënë çdo gjë që ata kërkonin, çdo gjë që ata dëshironin të dinin domethënë për Muzeun e Alfabetit. Edhe vazhduan domethënë te Shtëpia e Kulturës, filloi koncerti edhe më aq përfundoi për këtë vit. Po, dhe shihemi miq të dashur vitin tjetër me po të njëjtën eufori siç e patëm si vjet. Unë vërtet është për të tarë keq. Unë do doja të flas. Si vjet shqetësimi im është këtu. Këtë vit ne patëm 170 apo 177 gardian që po mbrojnë gjuhën shqipe. Si e mendoni vitin tjetër, sa do të gjejmë në manastir? Duke shkuar me këta eufori që nga dita në ditë besoj se aty çdo familje ndoshta i bën ato përpjekjet e veta për t'u larguar nga manastiri. Avniu domethënë kolegu Avni Tahiri që ka bë kronikat me nxënësit në manastir, vërtet e ka treguar domethënë se pavarësisht që i kemi lënë shumë anësh, pavarësisht që i kemi harruar domethënë aq shumë dhe i kujtojmë vetëm një herë në vit, ata me shumë dashuri domethënë e mbrojnë gjuhën shqipe, domethënë i mbrojnë, mundohen domethënë të mbrojnë të drejtat e tyre edhe pse janë në numër shumë të vogël. Këtë e dëshmonin edhe vetë ato punonjëset e Muzeut të Alfabetit, me të cilët derisa qëndruam domethënë për disa orë aty, kam kontaktuar. Treguan domethënë se janë familje të shumta të cilët po largohen, posaçërisht ndaj drejt Australisë, domethënë drejt Amerikës. Kjo vërehej edhe në qytet. Besoni se në momente domethënë kur ne u nisëm që të vim domethënë të kthehemi në Shkup, në mbrëmje ishte për tu habit ato objekte domethënë ndërtesat që kishin aq pak domethënë drita të ndezura. Domethënë nëse ishte mu më rënë sy një ndërtesë ishte diku 5 katëshe, nëse nuk gaboj, domethënë unë e pash vetëm një dritë të ndezur. Domethënë është një problematikë që ndodhet një qetësi maksimale në mbrëmje. Ditën
Prapë, do më thënë, kishte një lëvizje, mirë po jo edhe aq, mirë po në mbrëmje ishte vërtet një qetësi maksimale. Unë do doja vetëm një gjë ta potencoja, sepse unë jam një ndër ato familjet shqiptare që kam familje në manastir, ata që jetojnë dhe veprojnë, po, që janë shumë të pakt, dhe qëndrojnë dhe jetojnë ende atje. Një gjë që duhet potencuar dhe që dua ta alarmoj të gjithë shqiptarët, është se sa herë keni vizituar ju në fakt manastirin. Ndoshta unë jam me fat që kam familje dhe vizitoj, mirë po unë të paktën edhe në vitet ku kam qenë më e zënë, kam qenë atë, si të them, moshën më të hershme, sërish të kam vizituar manastirin, e vizitoj të paktën një herë në vit ekstra nga ajo dita të themi shtesë, nga ajo dita e festave tona, mirë po sa nga ju e keni vizituar me të vërtet shikues manastirin. Keni kontribuar për një vend ka qenë vileti shqiptarëve dhe shumë emra aty në lagje janë në emra të pagëzuar nga shqiptarët, për shembull, siç është lagja Sokaku Shiroksoka që i thonë, ajo është lagje nga familja Shiroka, shkodran, të cilët kanë jetuar dhe sot po mundohen që ti i kërkojnë edhe pronat. Dhe sigur që ka qenë... Po nëse nuk ruhet të drejtori historia, askush nuk na ka faj që edhe shtrembërohet në fund të ditës. Nuk e ruajmë historinë, mundohemi që të mos merrem me të kaluarën. Vetëm një gjë do më thonë që më bëri përshtypje në këtë ditë, nga vizitorët e shumë që ishin aty, ishin edhe persona ose qytetarë, tash edhe unë nuk i njihja, do më thonë se kush janë, të palës Maqedonase, do më thonë bashkëjetesa ishte në nivelin shumë të mirë. Ajo, nuk të mirë, nuk ishte ndasi, do më thonë aspak. Ndoshta unë nga ajo që e pash, e kam këtë përshtypje mirë, po edhe nga ajo që bisedoja, do më thonë me personat që i takova aty, vërtet, do më thonë nuk ishte ndasi, kishte një bashkëjetesë të mrekullueshme, kishte do më thënë një mirëkuptim me gjithë ata që jetonin do më thënë në manastir, pavarësisht se je do më thënë shqiptar, je turk, je Maqedonas ose je ndonjë etnie tjetër. Ajo do më thënë më bëri shumë përshtypje dhe ditën do më thënë të alfabetit kishte një numër jashtëzakonisht të madh do më thënë të Maqedonasve që erdhën aty. Edhe u befasova do më thënë. Shoqëria mes shqiptarëve dhe Maqedonasve ishte në nivelin shumë të lartë. Dhe edhe e bukur ishte ajo se në atë ditë, pavarësisht asaj se kishte shumë njerëz, do më thonë, që erdhen, as njëri, do më thonë, nuk u ankua se ndoshta ishte penguar nga dikush për diçka, ose për ndonjë, do më thonë, paknaqësi, ose diçka tjetër. Jo, javlin të tekston që respektohet dita e alfabetit. E tash shtrohet pyetja, do më thonë, atë që ne e dëshirojmë, do më thonë, ose duam ta bëjmë, a është se nuk na lejon dikush, apo ndoshta ne nuk e kemi vullnetin ta bëjmë. Kjo do më thonë, shtrohet pyetja, duke marrë parasysh se ne në Shkup jemi dhe kemi do më thonë ato ndasit, duke nisë do më thonë nga qyteti, nga lagjet e ndryshme, ajo ndasit do më thonë nuk u vërejt atje, ishte vërtet një atmosferë shumë e mrekullueshme, me aq njerëz se sa kishin mbetë të jetojnë dhe të veprojnë në manastir. Ne po flasim për 22 nëntorin në ditën e alfabetit, por mos harrojmë një lajm përpara 3-4 muaj, një djalë turist që ishte me një bluzë që kishte veshur me shqiponja, pati kaloi një rast shumë të keq. Ku i dolën ca huligane dhe e zhveshën, e torturuan. Raste të tilla kemi do të thonë gjithë ndodhen. Në manastire kemi pak sa më të theksuar. Sigurisht, unë them të drejtën, nuk është se kam qenë shumë herë në manastir, do më thonë, kemi qenë për raste tjera, do më thonë, për punët e televizionit, do më thonë, mirë po, atë ditat që e pash, ndoshta ishte edhe dita apo festa, edhe të gjithë ndoshta ishin pak më të vëmendshëm nga jo se edhe pikpamja ime personale, të cilën e kam sa herë që e kam vizituar manastirët dhe e kam vizituar shpesh, unë mund ta pajtohem me mendimin tënd që ndoshta ti vetëm atë ditë e ke vërejtur, mirë po është me të vërtetë një bashkëjetesë e mrekullueshme, edhe pse duhet theksuar që ka shumë pak, domethënë shqiptar që kanë ngelur në manastir. Unë e bëra këtë krahasim me domethënë numrin e madh të shqiptarëve që jemi në Shkup. Edhe tash sidomos kohën e fundit kemi filluar domethënë të shohim grafite të ndryshme në të cilat të shkruhet domethënë vrasje për shqiptarët e nuk e di çka. Kështu që tashko mendoj se kohën e fundit ka nisë sërish të lulëzon, domethënë nacionalizmi. Unë këtë e kam përjetuar vetë kur kam qenë në shkollë të mesme. Domethënë kur thoni me autobus, vazhdimisht domethënë ishim të shoqëruar nga policia derisa ktheheshim në shtëpi. Edhe si duket
që e kam kalu, do më thënë, atë periud tash po e përjetojmë, do më thënë, prap, duke ditë se ne me vite, do më thënë, i gëzojmë ato të drejta tona, do më thënë, i zbatojmë ato të drejta tona, mirë po qëfar është? A është, do më thënë, si rezultat i politikës, a është si rezultat, do më thënë, do një qështje tjetër mbetën? Do shta është edhe nga libra, do më thënë, nga diskriminimi që përcjellet në gjeneratat të reja. Dikur, djemë të ri ose vajzat të reja po shkruanin grafite, ndërsa sot e kemi pak më të avancuar. Drejtoresha nuk lejon që të vishet me tesha kombëtare dhe të festohet dita e 22 nëntorit. Shkollën fillore. Në 28 nëntorit. Do më thënë sikur po zhvillohet kjo ndjenja e nacionalizmit. Në qoftë se dikur e drejtoresh ka qenë më e re, ka qenë pjesë e asaj grafiteve. Jo, është tash vërtet kjo komuna e Butele, do më thënë, ka shumë pikpyetje, do më thënë se vërtet lejohet ose nuk lejohet. Shkolla Panajot Ginovski është gjithashtu në komunën e Butelet. Ditën, do më thënë, të premte, me rastin e 22 nëntorit, po në të njëjtën shkollë, do më thënë, unë i kam edhe fotot, edhe videot, u shënua edhe 22 nëntorit dhe 28 nëntorit. Do më thënë, e gjithë shkolla ishte kuqezi. Kishte, do më thënë, gjithë fëmijës shqiptar ishin të veshur me veshje kombëtare. Ishte flamuri aq i madh, do më thonë, i shtruar në sallën e edukatës fizike, kishte balona, do më thonë, kuqezi, kishte valle, i gjithë programin që u zhvillua, do më thonë, nga fillimi e deri në fund ishte kuqezi, me këngë patriotike, me valle kombëtare, me gjithçka. Sa larg janë këto dy shkolla? Këto janë, do më thënë, aq afër sa vërtet të le për tu habitur. Do më thënë, ajo është Panajot Ginovski në Butel, e njëjta është Zhivko Brajkovski në Butel. Do më thoni ka, tash nëse shkon me autobus, 2 stacione ndërmjet. Dhe gjithë ki dalimi që do më thoni ndodhë, unë kontaktova drejtoreshën, ajo arsyetohet se në momentin do më thoni që janë dakordu me mësimdhënësit, janë dakordu në mënyrën se do të ketë vetëm për festën e alfabetit. Dhe ajo thot që nuk e ndalojmë, mirë po, ku që ndronë do më thoni ajo? Qoftë mos marrëveshja, apo qëllimi i dikujt për të nxitur, do më thonë, telashe të këtilla, mbete, do më thonë, për të konfirmuar. Por do të shikojmë se si do të merë... Mirë, po si do që tjetë, une nuk do të kisha toleru asnjëherë që fëmija im, në momentin që është me veshje kombëtare dhe mos t'i lejohet, do më thonë që ta luaj, do më thonë, atë pik, edhe tri unë e heshtur si prind, ose si mësimdhënës, unë këtë nuk e pranoj. Unë ditën, do më thonë, kur e realizova këtë kronika, më kontaktu më stempo mbi 20 ose rreth 30 prind e mësues, asnjëri nuk pranon të fletë dhe ta tregon të vërtetën se çfarë ka ndodhur. Faleminderit shumë që jemi edhe 11. Shumë shpejt shkoj. Faleminderit shumë për gjitha informacionet, për mundin që e bëni dhe që për sakrificat që e bëni të shumta. Për 20 vjet do të thonë që kam kaluar në Elsaç, tash do të ne do t'ju kemi një ditë tjetër në emision. Sot biseduam pak, por do të flasim pak më shumë në ditët në vazhdim, shpresoj që na urdhëroni. Miqdashur, ne po japim fund emisionit me shpresë që do shihemi nesër të njëjtën kohë, të njëjtin vend. Atëherë, 9:11, mirupafshim.